Një nga ato sfidat që neve kemi si të krishterë është, ose një nga ftesat që neve kemi është të kemi besim tek Perëndia edhe të bindemi fjalës së Zotit. Pra është goxha sfiduese edhe ndonjëherë rrallkapitëse kur ti përballesh në situata kur të sfidojnë ose edhe kur të sulmojnë. Por ajo çfarë është më e rëndësishmja që neve duhet të kuptojmë është se fakti Perëndia vdiq për ne. Vdiq në mënyrë që ne të kemi mundësinë e shpëtimit. Kemi mundësinë për të qenë më afër Perëndisë. Ashtu siç lexuam tek Efesianët kapitulli 2, është fakti që Perëndia na deshi ne, edhe Pali i rikujton Efesianët ku ishit, çfarë banit, edhe ku erdhët dhe çfarë u bë, për çfarë u bë trashëgimtar. Një nga ato, domethënë si thua, motot ose qëllimet e jetës tonë, neve shpesh herë e kemi të gabuara. Lejni ta shpjegoj. Kur neve duam që të arrijmë për diçka, ne shpesh herë krahasojmë arritjet tona me arritjet e të tjerë. Edhe asnjëherë nuk jemi të kënaqur. Por çdo njeri ecën me hapa të ndryshme flie, në mënyrën e vet të sjellurit, të menduarit, të punuarit, e të arriturit gjëra. Por nëse ne shpesh herë e kemi të gabuar, sepse në fakt ne duhet ta krahasojmë veten tonë me njeriu e mëparshëm tonin, si ishim më përpara. A kemi ndryshuar ne këtë kjo pjesë? Besoj se po, sepse në momente të ndryshme, nëse kur neve arrijmë të arsyetojmë edhe të kuptojmë që jemi ndryshe, shpesh herë kur shikojmë atë veten tonë të vjetër, ne ndonjëherë na vjen edhe keq. Ne ndonjëherë bëjmë atë pyetjen, po pse pas ka qenë kaq i pa informuar të kjo pjesë? Pse u tregove kështu? Pse u tregove ashtu? Pra, nëse neve krahasojmë në këtë lloj forme, në këtë lloj mënyre veten, atëherë ne po përmirësohemi. Nuk e di, e keni dëgjuar këtë thanin që thonë gjithmonë, nëse ti kujdesesh për mua, unë do kujdesem për. Kjo prap ka cinizëm, egoizëm në vetvete. Po sikur të thonim, unë do kujdesem për veten time për ty, dhe ti kujdesu për veten tënde për mua. Pra nëse unë kujdesem për veten time, që ta paraqis veten time tek ty në mënyrë të kulturuar, të sjellshme, të dashur, ashtu siç ti e meriton, edhe ti bën të njëjtën gjë tek unë, do të ecim goxha përpara. Është thënë dhe thuhet gjithmonë që është vështirë të gjesh miq që do kënaqen me arritjet e tu. Gëzojnë me arritjet e tu. Duar të rëkasin për arritjet e tu. Është shumë e vështirë të gjesh miq të tillë. Por gjithmonë duam apo nuk duam, neve gjithmonë jemi të rrethuar me njerëz që kanë smir, kanë xhelozi për ne. Edhe nuk janë dhe aq sinqert. Një thënie tjetër thotë, ose dikush tha, në qoftë se ti do të vi një ditë dhe do të jesh i pëlqyer nga të gjithë, sa të gjithë të pëlqejnë, të gjithë të respektojnë është fjalë e madhe. Po të gjithë të pëlqejnë ty, atëherë shiko një vete tënde, sepse ti je bërë njeriu më fals se që ekziston. Çfarë do thotë? Në qoftë se neve jemi bërë ose bëhemi një njeri i tillë, domethënë që sjellja jon është ka arritur në atë formë që neve përpiqemi gjithmonë të kënaqim të tjerë. Dhe nuk jemi për të kënaqur ose për të arritur atë kënaqësinë tonë në veten tonë. Pra kënaqim të tjerë. Gjithmonë në jetën tonë ka njerëz në jetën tonë që na kanë inat, nuk na pëlqejnë, nuk i pëlqen mënyra se si neve flasim, nuk pëlqen mënyra se, për shembull, se si ne ndajmë diçka, një mësim apo një punë apo një diçka, nuk i pëlqen ajo mënyrë. Edhe kjo është në rregull. Sepse ti nuk përshtatesh në ta, por ti përpiqesh të jesh më mirë me veten tënde. Ti punon për të arritur ndryshe, po duke u përmirësuar me veten tënde. Duke parë që ti je ndryshe, duke punuar për të bërë ndryshe, por ama duke punuar në veten. Sepse nëse ti përpiqesh dhe punon që të bëhesh më i mirë se ç'je, domethënë është pozitiv. Në aftësitë tua ku ti punon, sigurisht që duhet të kesh arritur një shkallë, duhet të jesh përmirësuar nga ç'ke qenë në fillim. Apo dhe kjo do të thotë që ti ke punuar
me këmbgulje dhe ka arritur aty. Pra je përmirësuar. Shpesh herë neve punojmë gabim. Neve punojmë për të marrë përfitime materiale dhe duke harruar që të punojmë që të marrim përfitime profesionale në të. Pra të përmirësohemi tek ajo pjesë. Duke u bërë në këtë lloj mënyre, ti e përmirëson veten tënde. Punon me veten tënde. Dhe kjo është gjëja më e vështirë. Sepse nëse neve punojmë me veten tonë, atëherë sigurisht që dhe suksesi do të vijë, edhe e mira do të vijë. Ashtu është edhe në marrëdhënie me Perëndin. Nëse ne punojmë çdo ditë me veten tonë, me besimin tonë, atëherë edhe ai do të përmirësohet. Nëse punojmë me bindjen tonë çdo ditë, edhe ai do të përmirësohet. Dikush pyeti në intervistë njërin që mori pjesë tek maratonat. Këto maratonat tani kanë filluar 5 kilometra, 7 kilometra, 21 deri në 42 kilometra. Edhe njërin e mori në pyetje, domethënë ky kishte marrë pjesë te kjo maratona që është 42 kilometra. Edhe ishte momenti që sapo mbaroi, ishte tek pika e finishit. Edhe pyeti si ndihesh? Është ndjenja më e shpifur dhe më e dhimbshme, sepse ishte lodhur, ishte rrascapitur, çdo pjesë e trupit të tij i diqte, muskujt e tij ishin aq të lodhur. Sa po thosh, është ndjenjë shumë sfiduese, shumë sfilitse. Por e pyetën pas 2 javësh dhe ishte përpara kompjuterit dhe e pyetën çfarë je duke bërë? E duke qeshur tha, po aplikoj tha në maratonën e ardhshme të marr pjesë. Ne e dim që vuajtjet, puna, procesi është i vështirë, është i dhimbshëm, është i lodhshëm, por ama kur arrim në anën tjetër, neve shikojmë ndryshimin, neve shikojmë gjatë kohës së dhimbjes, gjatë kohës sfilitse, gjatë kohës së vuajtjes, sigurisht neve na vjen mendje që të heqim dorë, që të largohemi nga ai proces. Themi ndjenja më e keq. Por ama nëse neve presim dhe durojmë deri në pikën e finishit, deri në aty kur marrim rezultatin, atëherë na vjen mirë. Asnjërit nuk i pëlqen të shkojë në punë, por të gjithë mundohen të jenë të përpikt me orarin, sepse përndryshe merr edhe paralajmërime, merr edhe heqje nga pjesë e rrogës. Pra na pëlqen finishi, neve e dim që në fund të muajit do marrim rrogë. Edhe kur kalon ajo rroga në llogarinë tënde, tani kanë arritur dhe çik këto, është përmirësuar ky muhabeti i ardhjes së rrogës. Më përpara do shkoje, do prisje radhën, kurse tani shkon e kontrollonte banka. Kurse tani banka, pra më përpara shkoi kontrollonte banka. Kurse tani në momentin që ajo kalon në llogarinë tënde, se ç'vjen një mesazh. Edhe ai mund të jetë tingulli më i shpifur që ti ke zgjedhur, por në ato momente është tingulli më i bukur që ti dëgjon, se ti di datën që zakonisht kalohet rroga, që është o 2 ditë para, o 2 ditë mbrapa, edhe ti në ato momente kur dëgjon mesazhin, e shikon telefonin. Po kur nuk është ai, po ç'deshet ti s'deshet. Derisa dëgjon atë tingullin, ting, është tingulli më i bukur. Neve lexuam nga Efesianët së bashku, kapitulli 2, edhe kur Zoti na kujton edhe na tregon ku ishi. Ai thotë që nga vargu i parë të kapitullit 2, ai u dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në shkelje dhe mëkate, në të cilat keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote. Le të mendojmë për një moment kot kështu nga ajo bota jonë fizike. Shpesh herë gjatë procesit të punës neve themi jemi të lodhur, jemi të rrascapitur, nuk duhet t'ia dinë, ne po këtej nuk shtyhet në punë, nuk bëhet, nuk është. Por nëse do të kujtonin veten tonë kur ishim pa punë, neve ishim pa punë, neve ishim pa shpresë, neve ishim të lodhur, ne ishim të rrascapitur. Neve më e keqja e dinim që edhe në fund të muajit përsëri nuk ishte çmim, nuk ishte shpërblim. Por tani ka shpërblim. Dhe ti e merr këtë lloj shpërblimi edhe siç të ndjen. Ka pritur ato dhimbjet e çuditshme që ti ke patur gjatë muajës, jo dhimbje mezi, jo dhimbje kurrizi, jo dhimbje krahësh, muskujsh e gjitha me radhë. Në ato momente kur vjen ai mesazhi i kalimit të rrogës, llogarit i thua s'pasi më dhimbje. Vargu 4, por Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe, me të cilin na deshi, ndonë se ishim të vdekur nëpërmjet shkeljeve na dha jetë bashkë me Krishtin, dhe na ringjalli bashkë me të dhe na vuri të ulemi bashkë me të në vendet qellore në Krishtin Jezus. Çfarë po thot Perëndia?
Na aty edhe pse ishim të përplasur në rrugë të shkelur, imagjinoj se një njeriu më pa vlerë që ti mund të ndihesh në botë, një lyps, një njeri pa larë, një njeri pa ngran, që ke kohë, nuk i ke shijuar gjërat e mira. Në ato momente vjen Perëndia edhe të merr, jo vetëm që të merr të lanë, të pastron, por gjithashtu të merr dhe të futë dhe të unë në tavolinën mbretërore. Ku ti as që do ta kishe imagjinuar që do të ekzistonte një vend i tillë. Madje edhe ne sot, kur shkojmë në vende të ndryshme të bukura që nuk i kemi parë asnjëherë në jetën tonë, nëse pas ka dhe kështu. Ekziston ka dhe këtu? E njëjta gjë është kur neve vim në tek Perëndia edhe kemi pikërisht këtë lloj bekimi, këtë lloj ku ta di unë, pasurie, trashëgimie, jo vetëm çfarë mund të imagjinoni materiale, por edhe shpirtërore. Neve mund të kërcënohemi, po flasim me vdekje shpirtërore. Edhe Zoti ka ardhur dhe na ka dhënë përjetësi. Shpesh njerëz të ndryshëm ka ndodhur dhe juve mund të dini dhe histori, kanë qenë smur shumë keq, por Zoti ka bërë dhe ka sjell një doktor në jetën e tyre që i ka ndihmuar, i ka dhënë ilaçin edhe i ka shëruar. Ai njeri nuk do t'ja di më çfarë thon të tjerët për atë doktor, por në momentin që ai shërohet edhe ngrihet në këmbë, ai thot, unë isha në varr, po ti më ngrite, më bëre njeri përsëri. Edhe besoj që keni njerëz të tillë që japin të tilla lëndatash. Vëllezër e motra, Perëndia e bëri këtë gjë me ne. Na ka dhënë jetë të përjetshme. Vargu 19 na thot, kështu pra nuk jeni më të huaj e bujtës, si mund të mendosh për në një hoteli më të shtrenjtë që ekziston në botë, edhe më të mirë. Ti nuk do ta merri dot me mend ose që t'i afrohesh. Edhe shpeshherë, edhe sot e kësaj dite neve kur janë vende të bukura dhe dukemi që është i shtrenjtë kështu me radhë, ne as s'e marrim mendimin që t'i afrohesh atij. Por imagjino Zoti të ta jep këtë lloj bekimi dhe të shkosh edhe të shpenzosh 2 ose 3 net ose 10 net tek ai hotel edhe falas. Çfarë lloj bekimi është ky? Imagjino tani në pallatin mbretëror, qiellor, Perëndia na ka bërë bashkëqytetar. Na ka dhënë të drejtën, le të themi, edhe një të shtëpie shpirtërore. Por thot, nuk jeni më bujtës, por bashkëqytetar të shenjtarëve dhe pjesëtar të shtëpisë së Perëndisë. Të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti dhe të guri i qofshës. Pra, çfarë po thot? Në të cilën vargu 21 gjithë ndërtesa lidhur mirë rritet për të qenë një tempull i shenjtë i Zotit, që nuk prishet e nuk shëmbet kurrë. Në këtë lloj bekimi, në këtë lloj vendi, në këtë lloj mbretërie, na ka bërë dhe Perëndia trashëgimtar. Pra çfarë do të thotë për ne ti bindemi, të kemi besim tek Perëndia, i bindemi Zotit. Ne mund mos e shikojmë dot, edhe shumë njerëz në momente të ndryshme të jetës tyre nuk e kanë arritur dot që të kenë ditë bardha. Por ama i kanë qëndruar Zotit besnik deri në fund, deri në vdekje. Ne kemi këtë lloj privilegji që nuk na imponohet besimi, nuk na imponohet kur shkojmë në kishë, në xhami apo ku duam ne. Çfarë do që të besojmë ne? Ne besojmë te Krishterimi. Ne besojmë që Jezusi është biri i Perëndisë, ai vdiq, u kryqëzua, pra u kryqëzua dhe vdiq dhe u ringjall ditën e. Dhe për të gjithë ne që e pranojmë Jezusin si shpëtimtarin ton, ai na jep përjetësi, ai na bën pjesëtar të trashëgimisë së Perëndisë, si bashkëqytetar.